U deshën 10 ditë kohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ketë një rezultat final sa i takon numërimit të votave brenda vendit dhe jashtë vendit, ndërsa Partia Socialiste vjonte mbetet forcë e parë. Gara për subjektet politike përfundoi e para, ndërsa selektimi i votave preferenciale për kandidatët ishte i jetshëm dhe me përplasje. Përfshirja për herë të parë e votës së diasporës u dha shansin disa kandidatëve të fitojnë një vend në sallën e parlamentit, ndërsa të tjerë që mbetën jashtë me një diferencë të vogël votash kërkuan rishikim të pamjeve filmike gjatë procesit të numërimit. Nga Parku Olimpik, drejtuesi politik i diasporës në PS Tauland Badha ju bëri thirrje kolegëve të ruajnë qetësinë dhe të besojnë në procesin e transparencës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Secili ka të drejtë për të kërkuar për të bërë transparencë, por fal parashikimeve të vendosura në Kodin Zgjedhor prej shumë vitesh tani më, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të bëjë një transparencë të plotë të këtij procesi në një fazë tjetër. Ndërkohë që të gjitha palët që kanë, le të themi, pretendime, ka një mënyrë se si bën këto pretendime dhe unë u shpjegova, Kodi Zgjedhor parashikon që partitë politike kanë një proces. Pas pretendimeve të ngritura më herët, deri më tani, mësueset Xhemal Qefaliaj dhe Edil Lagjona janë tërhequr nga kërkesa për rishikim të pamjeve filmike. 2 kutit e fundit që u numëruan ishin në KQZ, pasi më herët ishin konsideruar të pavlefshme, kryekomisioneri urdhëroi rinumërimin e tyre, përkatësisht një kuti e përrenjasi dhe një tjetër në Manz, ku rezultati u pasqyrua krah Partisë Socialiste.